është shumë me rëndësi me kuptu se në këtë dunja ke arë si njeri me mision. Misioni ytë këtë dunja është me lanë me bë vepra të mira, me lanë gjurmë në fletorën e jetës tane, edhe ato gjurmë pastaj të llogaritë dhe shpërblehen edhe atë ditë ku si në mesin e gjallëve. Dhe janë një shembull thjesht vëllezër. E transmeton njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse të ndershëm vëllezër, ai që ka në këtë dunja mision xhennetin, ai begi mat fjalët edhe i mat vepra këtë dunja. Ai që e din se kjo dunja është vetëm një shans, ai është i kujdesshëm. Edhe në fjalë edhe në vepra. Ai s'bën vepra për cilat jep llogarinë se para Zotit. Dhe nuk le gjurmë për të cilat i përmend dhe emri në varr, për keq. Por ai kujdeset begi mirë, me lanë gjurmë pozitive dhe me shku te Zoti me ato gjurmë pozitive. Është transmetuar një hadith, po e tham në formë të hyrjes. Prej Anas bin Malik, thotë, një ditë për ditëve ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe rreth nesh kalun njerëz tu e bardh xhenazën. Dhe njerëzit filluan me fol mirë për të vdekurin. Dhe pejgamberi sa po thot wajabat. E ka meritu, jo është obligu e kështë më radhë. E tha na heshtëm, sepse veç të fjali tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot nuk shkoj pak kohë e gjatë, kalon po një grup njerëzish po ashtu me të njëjtin mision, to e përcjell dhe kanë për në varr. Dhe njerëzit tha fillun me fol keq, por ata i cili ishte i vdekur. Tha dha Rasulullah po thot njëjtat fjalë, wajabat. Jo është bë obligim. Dhe tha ndërkohë reagon Omeri radhiyallahu anhu thot ja Rasulullah, thot ish mi prezant kur kaloj një xhenazë tjetër dhe njerëz folën mirë për ta, ti thave të njëjtat fjalë. Jo është bë obligim. Thot ndërkohë që sot kaloj një tjetër dhe njerëzit flasin keq për te, ti i thu të njëjtat fjalë. Jo është bë obligim e kështu me radhë. Çka nën kupton kjo Rasulullah? Atëherë pejgamberi sa më tha, o ju vëllezër të mi, shokët e mi. Kur përfundon kjo jetë, përfundon me gjithçka përjashtim punëve të mira dhe punë të këqija që më njëri me veti. E i pari që ju folt mirë për te, pas ka qenë vepër mirë dhe kalon gjurmë të mira në tokë. Dhe Allahu po thot, ju ka bën obligim ose ju ka e meritojnë xhennetin ata të cilët kanë vdekë me punë të mira dhe kalon gjurmë të mirë në tokë. Dhe ndërkohë tha ju për dytin që kaloi that, ka qenë i keq e fol, çka s'e fol ju? Tha të njëjta rregull edhe për te. Allahu po thot ka vdekë i keq, ka bë vepra të këqija, ka lënë gjurmë të këqija në këtë dunja dhe ka merituar ndëshkimin e ahiret. Pra vëllezër të ndershëm, nuk ka me përfundu me vdekje historia jonë, por ka me kanë begi vështirë përveç veprave që i marrë me veti të mira dhe të këqija, çka kemi lanë mbi dhe.